Po mbajmë përgjegjësinë që ose do ishim vërtet ushtri e rregullt e mëseta, pra ka shumë gjëra dhe ka ngesur problemi. Dhe po zgjatet tani. Po përfundon, jo, po ka kërcënuar dëshmitarët dhe do të thënë ka ikur nga akuza për të cilën u nis. Sigurisht. Jo, ajo ka ndryshuar komplet, por fakti që po i mbajnë në paraburgim për kaq shumë kohë, kujton sikur mbulin këmbë që ti shpallin fajtor, pavarësisht se është shumë e vështirë. Pastaj problemi i amerikanit Rubinit ose aty tjetër që s'ja di emrin, që më shumë deklarate përgjithshme, deklarate lidhur me UÇK-n, jo me këta personat konkretisht. Dhe është shumë e vështirë për të dy palët në një gjyq të tillë. Ata kanë prova direkte për komandantët, se tani për këtë akuzohet, që pse s'ishin në gjendje, kishin bërë një ushtri, u mburrën me një ushtri dhe s'ishin gjendje ta kontrollonin. Se nuk frenonin komandantët e zonave operative. Po pra, çik më poshtë. Ndërkohë që dhe mbrojtja është shumë e vështirë. Tani ka filluar mbrojtja. Probabilisht edhe mua më kanë kërkuar. Po, nuk e di se do jeni dëshmitar. Po, ma kërkuan, më thash po. Po e thash ores. Çfarë të thuash konkretisht? Apo. Unë opinione mund t'jap se si kanë prekur me dorë, nuk kanë qenë aty. Sigurisht, ti ke parasysh pastaj shumë disa, jo shumica. Po një pjesë e madhe e problemeve janë probleme mbasi hyn ushtrit aleate në Kosovë, do thonë kur UÇK-ja nuk ishte më operative. Edhe kjo është si një faktor që, pse akuzohet UÇK-ja? Kur ka ndodhur? Po, ka ndodhur. Ja kanë rrëmbyer shtëpinë një serbi që e quajtën kështu, kanë ekzekutuar ndoshta gjoja si bashkëpunëtor të serbëve, pa ajo ka qenë një akmarrje personale në fshate më të tash dhe plot më të krime për atë periudhë quhen që janë krime që lidhen me situatën e luftës, me UÇK-n, me... Pra, nga të dy palët është çike vështirë. Edhe prokurorët tash ndryshuan aq shumë ato akuzat sa tani kanë përfunduar. Mezi po e mbajnë gjallë gjyqin. Por edhe mbrojtja s'po thotë se unë e njoh për kështu, edhe ai tha, nuk e kemi konsideruar UÇK-n kur terroriste. Nuk e kemi konsideruar në që kishte një komand, një piramid komandimi të saktë, më se thash. Ne nuk bashkëpunojmë me... Profesor, kishte në atë kohë UÇK-ja aparate në ndërlidhjeje, do më thënë që një komand të lidhe me një komand tjetër, sepse dihet që madje unë kështu e kam menduar që edhe vetë ne kemi eksperiencën tonë, po është edhe eksperjenca e partizanëve të Titos, që njësitë partizane luftojnë në zona të veçuara dhe vetëm mbasi harrinë e bashkohen dhe krijojnë një front unik, mund të quhet edhe neve e quhet ushtri të rregullt, dhe u njoh nga gjermanët si ushtri i rregullt mbas kongresit të Përmetit, kur jugu u unifikua si zonë e çliruar dhe pak a shumë filloi një luftë frontale. Kjo nuk është arritur, asnjëherë s'kanë qenë në kontakt fizik me njëri tjetrin luftarët e një zone me një tjetër. Ata përdorin në atë kohë edhe celularët e zakonshëm, po dhe celularët satelitor. E kishin dhe ato dhe abonime që bëheshin në Amerikë ose ishin këto mjete. Nuk e di sa kontrolloheshin me serbët. Ata kishin këtë frikë, sigurisht. Por, për bërë një komunikim urgjent që mbas një dite s'kishte më vlerë le ta merrshin vesh serbët, ishte e domosdoshme dhe i përdornin. Bile kam parasysh edhe për vajtë një shtab në përgjithësi pas lufte, nuk kam vajtë lufte. Dhe thënë, ata kishin akoma antena që i varnin në për pemë të gjata shumë dhe që pastaj fustin në celular në mënyrë që dhe një sinjal shumë më i dobët bënte punë për të komunikuar. Kam pasur mënyra të tjera. Këto kanë qenë dy rrugët. Dhe këtë ndërlidhje primitive smamdja se kanë shfrytzuar që shiko, hiq qafe draganin ose... Ishin kaq të mëndshë. Shiko, nuk ka ndodhur kjo, nuk është fenomen. Thash, ka ndodhur raste sporadike. Po, ishte një situatë ku po ndryshonte një sistem. Nga një pjesë e Jugosllavisë, siç ishte Kosova, dhe në atë pjesë e Jugosllavisë
edhe policia, edhe ushtria. Sidomos 10 vjeçin e fundit. Ishin të gjithat jugoslavëve. Dhe tani po kalon të problemi, trupat e NATO-s ishin aty për të shuar çdo konflikt të mundshëm. Nuk merreshin dot, nuk e njihshin situatën, kështu i thash u krijuan kushte edhe për krime ordiner që mund të fshiheshin në emër të një lufte, pasoj lufte, më thash. Të gjithë ata që akuzohen, nuk flas për ata tani. Do më thënë, është ajo periudha e tranzicionit. Tranzicion që zjati apo? Jo vetëm që u kaluan nga një pushtim në një administrim, se ndryshe ishte për shembull Shqipëria, iku pushtimi, po erdhi një pushtet tjetër me një herë që u mbivendosë. Ndërsa aty nuk u mbivendosë një pushtet tjetër. Ishte krijuar që në Beran. Po pra, shteti ishte krijuar në Përmet. Dhe thjesht u instalua me një herë, sa largoi, ndërsa këtu nuk është se u instalua UÇK-ja, u instalua një administratë ndërkombëtare që ishte ngafët, nuk njifte terrenin dhe në këto kushte krimi përfiton apo jo? UÇK-ja unë kam qenë në shtapin e gjyqërisëm kur filluan bisedimet, dhe ka qenë një situatë e vështirë, për të çarmatimin e UÇK-s. Sa po kishte marrur lufta, për një herë ata e kuptuan aleatët, dhe ishte mirë që UÇK-ja mos ishte më ushtri, pse ka për pozicionin e ushtrisë e kishte marrë NATO-a, dhe natyrisht komandantët e kundërshtuan, po jo pse donin të bënin krime. E kundërshtuan se kishin luftuar, kishin rrezukuar jetën dhe tani papritur, vërtet akoma s'ishte shumë e qartë, nëse do ishte Kosova e pavarur, nëse tash, dhe ata donin që t'ishin më të sigurt se sa pa armë, kjo ishte ideja. Pastaj u morën gjithë komandantët u çuan në Washington. Aty një 2 javë, derisa erti, se mund t'i çarmatoste NATO-a, po nuk donin konflikte të reja, se donin një ushtri partizane që s'ka një komand vertikale që thot po do të çarmatosen. Një grup atje, kjo bile është një provë që ushtria nuk ka qenë ashtu siç mendohet një ushtri e zakonshme, prandaj nuk mund të akuzosh komandantët për gjëra që kanë ndodhur. Profesor, edhe një ushtri si ajo gjermane e luftës së dytë botërore, mbas firmosjes armëpushimit dhe dorëzimit pa kushte, Korp Armata e Pragës refuzoi dhe ka vazhduar luftimet disa ditë më vonë, refuzoi të dorëzojë. Pra, edhe një ushtri tepër e centralizuar, si Wehrmachti gjerman, kur edhe puna ka, sepse lufta i ka këto çuditëra. Pra, kjo është një provë. Edhe Gjermani nuk ka qenë thjesht ushtri. Jo Abwehri, jo SS-ët, jo kanë pasa bishtat e tjerë. Edhe këta, edhe kur vjen puna në një moment tranzicioni, rëndimi. Ajo ushtri që historikisht mbahet si ushtria më e disiplinuar, pse, vërtet ishte tillë. Ata faleshin për Hitlerin. Edhe në gërgjët e Shqipërisë. Por edhe kanë ndodhur gjëra. Më shumë kjo. Po e lidh gjithmonë me akuzat që janë tani në fund, që po akuzohen që nuk kanë qenë të zot me mbajt në disiplinën e dur ushtrinë e vetë që e konsiderohen ushtri, po dalëm se kjo është problemi. Këtë tha dhe Amerikani. Edhe Amerikani këtë tha, ai zëvend sekretar, nuk mund të di. Ai mirë ka bërë që ka thënë mos më detyroni të hap sekretet, po s'ka një sekret madh për mua, lidhur me çështjen. I ka sekrete sa duash, se si u zhvilluan situatat, pse, qysh, tek, po jo për çështjen konkrete. Ai e tha, paktën ke neve nuk e di ke gjykatës, ka zënë vend kjo punë.